zone pak e shmangur, po e quaj kështu, në raport me pjesët tjera. Çfarë do të bëj Smile Latifi që Rahovesin të vendosin në pjedestal, që tjetë edhe një zonë turistike, marrë parasysh se shumë kush, jo vetëm nga Kosova, për te Kosovës do duhet vita sheh se çka prodhon Rahovesi, cili është rrushi i Rahovesit, cila është vera e Rahovesit, çka Stone Castle për Kosovën dhe për Ballkanin, çka janë verarit tjera të Rahovesit, të cilët Bodrumi i vjetër dhe vera dhe verarit tjera të cilat mund të prodhojnë shumë çka dhe të jetë një lloj qendre turistike në rrafshin e verarisë, në rrafshin e produkteve të rrushit dhe jo vetëm. Po, numri i kantinave për punimin e rrushit edhe për grumbullimin e rrushit po rritet. Stone Castle, Bodrumi i vjetër, pastaj Kosova Wine, Ilirian Wine, Ekovera, ka plot, të cilat po mendoj që kanë ndërtuar kapacitetet të cilat po prodhojnë edhe vera cilësore e kulminante, po edhe raki të rrushit mirë që po e kërkon tregu. Edhe tregu i brendshëm, po ka edhe eksporte shumë. Për këtë gjë ne krenohemi. Po ndërtohet një resort nga ona Stone Castle, që ka edhe tash punime, janë duke vazhduar punimet, e shpresojmë që ta kemi funksional sa më shpejt që është e mundë, se është një resort i bukur, me një arkitektur edhe klasike, edhe moderne, me kushtet përshtatshme që do të ketë mundësi akomodimin e turistëve. Pastaj ka shumë hapa që po na dëshmojnë që turizmi rural, domethënë si një sektor i rëndësishëm, mund ka potencial të madh që të zhvillohet, pra që të tërheqë edhe më shumë njerëz nga vishet ndryshme shqiptare, po edhe të huaj. Ne kemi fillu me bujtina, tash kemi apliku në cross-border, pra në fovet e IPAS, me Bashkinë e Lezhës, për ndërtimin e disa bujtina me elementet përcjellëse, sepse problemi i akomodimit vazhdon të jetë problem ende në Rahovec, dhe ka nevojë që njerëzit që e vizitojnë Rahovecin të qëndrojnë gjatë ditës, po edhe ta bojnë natën, jo një natë, disa net aty. Pastaj, ne kemi sektori agroturizmit, to njësit agroturistike, tash po e shohin Leverdin, edhe kanë fillu të ndërtohen, kuptohet edhe në zonat bukura të cilat është i njohur Rahoveci, ka potenciale shumë. Çfarë mund të bëjmë? Për shembull, ne do të përpiqemi të hedh hapat e parë në modernizimin e bujqësisë. Jo në bujqësi intenzive, sepse komunat nuk mund ta bëjnë bujqësinë intenzive, po mund të hedhin hapa konkret në drejtim të modernizimit të bujqësisë. Për shembull, ky përdorimi i dronëve për spërkatje të kulturave brezhtare edhe perimtare, si projekt pilot fillimisht, do të ketë mundësi e para ta ul kostën e shpenzimeve të fermerët. E dyta, ta luftoj me efikasitet smundjen, ti evitoj ato kemikaljet e ndryshme, pesticidet e ndryshme e tjera, sepse është spërkatje moderne, spërkatje bashkohore. Pastaj, është edhe inovacion. Pra, ku ka ma mirë se sa një vizitor, një turist ta sheh mbi hapësirën brezhtare, fluturojnë dronë që bëjnë spërkatje pa ndotje. Edhe për mbrojtje të bimeve, edhe për ulje të kostës së shpenzimeve, por normalisht edhe për inovacion. Për shkak se është ma ekologjike, pra spërkatja me dronë është ma ekologjike sepse i largon traktorët, i largon atomizerët, i largon tymin, domethënë edhe gazat që lirohen nga tymtarët, e plot traktorëve, e plot makinerive që i punojnë vreshtat dhe perimet tona. Çfarë mund të bëjmë tjetër? Ndërtimi i sheshit qendror, ju lutem, ushtrim, pavarësisht se një shtëpi ende e pa ndërtuar, nuk duket e bukur. Po një shtëpi, kur i qitet edhe qatia, kur finalizohet, jam i bindur që Rahoveci ka me shënu histori. Kemi qenë aty zbashku, ka me shënu histori për Rahovecianët, për vizitorët, qofshin vendor e ndërkombëtar,
Edhe sepse ka me gjallëru 100%